Kapitulli 10. O vlezër, e dëshiroj me gjithë zemër shpëtimin e Izraelit dhe për këtë i lutem Perëndis. Unë dëshmoj se ata kanë zell për Perëndin, por zelli i tyre nuk mbështetet në njohurinë e vërtet. Ata nuk donin të kuptonin se është vetëm Perëndia ai që i bën të drejtë njerëzit, por kërkuan të bëhen të drejtë me veprat e tyre. Kështu, ata nuk ju nënshtruan Perëndis që mund t'i bënte të drejtë. Krishti jep fund ligjit Mojsiut me qëllim që të bëhet i drejtë kushdo që beson në të. Mojsiu shkruan se si njeriu mund të bëhet i drejtë përmes ligjit dhe thotë: njeriu që i zbaton urdhërimet e ligjit do të jetojë prej tyre. Ndërsa për atë që bëhet i drejtë përmes besimit, Mojsiu thotë kështu: mos thuaj në zemrën tënde kush do të ngjitet në qiell. Me këtë donte të thoshte se Krishti do të zbriste poshtë. As mos thuaj kush do të zbres në ferr. Me këtë donte të thoshte se Krishti do të ngjallej prej të vdekurve. Por çfarë thot pra? Fjala është pranë teje, në gojën dhe në zemrën tënde. Kjo është fjala e besimit që ne predikojmë. Nëse rëfen me gojë se Jezui është Zot dhe nëse beson me zemër se Perëndia e ngjalli atë prej të vdekurve, ti do të shpëtohesh. Sepse njeriu beson me zemër dhe Perëndia e bën të drejtë, rëfen me gojë dhe Perëndia e shpëton. Shkrimi i Shenjtë thotë: kush beson në të nuk do turpërohet, sepse nuk ka dallim ndërmjet judeut e paganit. Zoti është i njëjtë për të gjithë dhe është zemërgjër me të gjithë ata që e thrasin emrin e tij. Sepse Shkrimi i Shenjtë thotë: kush thret emrin e Zotit do të shpëtohet. Por si do ta thrasin atë të cilit nuk i besuan? Dhe si mund t'i besojnë atij për të cilin nuk kanë dëgjuar? Dhe si do të dëgjojnë nëse nuk ka njeri që t'u predikojë? Dhe si mund të predikojnë nëse nuk i ka dërguar Zoti? Shkrimi i Shenjtë thotë: sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin lajme të mira, por jo të gjithë ju bindën ungjillit. Isaia thotë: o Zot, kush i besoi lajmit ton? Pra, besimi vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen përmes fjalës së Krishtit. Por unë pyes: mos vallë nuk kanë dëgjuar ata? Patjetër që kanë dëgjuar. Zëri tyre u përhap në të gjithë tokën dhe fjalët e tyre deri në skajet e botës. Përsëri pyes: mos vallë nuk kuptoi Izraeli? Mojsiu tha i pari: unë do t'ju bëj të keni zili një kombë që nuk është fare kombë, do t'ju bëj të zemëroheni me një kombë të pamend. Isaia pati guximin të thotë: ata që nuk më kërkonin më gjetën, ju shfaqja atyre që nuk më kërkonin. Po për Izraelin ai thotë: gjithë ditën i shtriva dorën një popullit pabindur dhe kundërshtues.